Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të keni kocka të forta dhe të mos vuani nga reumatizma. Mos i ndani nga tavolina këto 3 ushqime. Që kocka dhe nyjet të mbështetin mirë trupin tuaj, është e rëndësishme që t'i kushtoni vëmendje për çdo shqetësim ose sëmundje që i prek ato, në mënyrë që të mos ndikojnë në aktivitetet tuaja të përditshme ose të përkeqësojnë gjendjen e tyre me kalimin e kohës. Në këtë mënyrë, ju mund të shmangni kufizimet ose të reduktoni atë edhe duke përmirësuar shëndetin e kockave. Është e rëndësishme të mbani në mend se trupi është i përshkruar në mënyrë progresive pasi kalon nëpër vite. Shpesh dhimbja e kockave dhe kyçeve shfaqet si pasojë e një procesi dhimbjesh, sjedhjesh, infeksione, trauma dhe shumëllojshmëri e madhe e sëmundjeve kronike. Ndonse këto simptoma mund të ndryshojnë, ato zakonisht shfaqen në të gjitha moshat dhe gjithashtu mund t'ju kushtojnë edhe shumë për shëndetin. Kur kjo ndodh, pas një takimi me specialistin, mund të provoni metoda të ndryshme për të forcuar kockat tuaja, gjithashtu edhe për të përmirësuar funksionin e tyre. Ekzistojnë disa burime që natyra mund t'ju ofrojë për të përfituar rëndësinë e shëndetit. Në fakt, shumë produkte natyrore bazohen edhe në përbërës të mirë për shëndetin tuaj. Gjithashtu, nëse jeni të predispozuar që të vuani nga dobësimi i kockave, në dietën tuaj mund të konsumoni disa produkte për të minimizuar problematikat. Për ta bërë këtë, duhet të kombinoni vetitë e disa farërave dhe përbërësve që përfshin mjaltin, rrushin dhe gelatinën për të prodhuar një burim ushqyes të aftë, për të lehtësuar dhimbjet dhe për të rritur gjithashtu edhe rehatin më të madhe të shëndetit tuaj të nyjeve. Për më tepër, kjo terapi fizike qëndron për shkak të përmbajtjes së lartë të enzimave natyrore, fibrave dhe aminoacideve. Gjithashtu, kalciumi dhe mineralet ndihmojnë në ruajtjen e dëndësinë tuaj kockore, sidomos ato kur kanë tendencë të larë. Kjo siguron sasi të vogla të kaliumit, një nga ushqyesit më të rëndësishëm. Për këtë, sipas Brightside, do t'ju rendisim një recetë efektive e pasur me element ushqyes që ju ndihmon në fuqizimin e shëndetit të kockave. Përbërësit që ju duhen janë 2 lugë çaji fara kungulli, 2 lugë çaji fara të susamit, 2 lugë çaji salcë gjelatine, 5 lugë çaji fara liri, 2 lugë çaji rrushi thatë dhe 1 filxhan me mjalë. Së pari, vendosni farat në një gryse frutash dhe shtoni gelatinën pas salcës së bashku me rrush të thatë dhe mjalë. Pastaj përpunojeni përbërësit me shpejtësi maksimale për 3 minuta derisa të merrni një përzierje homogjene pa copëza. Kur t'jetë gati, mbajeni përzierjen në një enë dhe ruani ato në frigorifer. Ju mund ta pini këtë me stomakun bosh dhe duke ndihmuar kështu në një fuqizim më të mirë të shëndetit të kockave. Shëndeti i kockave është gjithmonë gjëja e parë që ne mund të vëmë re kur kemi probleme të mëdha edhe të lëvizjes. Për këtë arsye, në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet që ndihmojnë të qëndroni më të fortë dhe më të shëndetshëm sipas dhe Elsaj. Produktet e qumshtit. Qumshti, kosi, djathi janë ushqime të pasur me kalcium, të cilët janë edhe mineralet kryesore ndërtimore të kockave tona. Përveç kalciumit, produktet e qumshtit përmbajnë edhe vitaminën D, e cila ndihmon në absorbimin e tij. Sardelet. Sardelet janë të pasur me kalcium, vitaminën D dhe kanë një rritje të shtuar të acideve yndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e kockave. Spinaçi. Spinaçi është i pasur me vitaminën K, e cila është domosdoshme në ruajtjen e shëndetit të kockave. Ndihmon në forcimin e kockave dhe parandalimin e humbjes së tyre. Ai gjithashtu përmban magnez dhe kalcium, të cilët kombinohen edhe për të mbështetur strukturën e nyjeve. Bajamet. Bajamet janë të pasur me kalcium dhe vitaminën E, të cilat ndihmojnë në forcimin e shëndetit të kockave. Vezët. Vezët nuk janë të vetëm për të konsumuar në mëngjes, por janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D dhe K. Vitamina D, siç e përmend më herët, është thelbësore për përthithjen e kalciumit, ndërsa vitamina K ndihmon në forcimin e kockave dhe parandalimin e osteoporozës. Një vezë në ditë mund të sigurojë këtë lëndë ushqyese thelbësore, veçanërisht nëse gatuhet bashkë me të verdhën e saj. Gjithashtu, në dietën tuaj nuk duhet të mungojë as brokoli.
Brokoli i përket familjes së perimeve të gjelbra, që do të thotë se është i pasur me minerale, proteina, sidomos me kalcium. Është i mirë të konsumohet i freskët si në sallata dhe mund të skuqet ose të zihet, dhe mund të përfshihet gjithashtu në dietat tuaja. Edhe farat e susamit janë të mira. Susami është një nga plotësuesit më të mirë të dietës kundër osteoporozës, ndërsa vaji i susamit konsiderohet një cilësie shumë të lartë dhe shpesh përdoret si një zëvendësues i vajit të ullirit. Bananet janë shumë efektive kundër osteoporozës sepse janë të pasur me minerale të tilla si kaliumi, magnezi, fosfori dhe acidi folik. Është interesante fakti që shkencëtarët insistojnë në konsumin e bananeve të pjekura aq shumë sa ka filluar të formojnë pika të zeza në sipërfaqe. Bananet mund të konsumohen të thata ose edhe të përzira me fruta të tjera për të rritur minerale të rëndësishme për shëndetin tuaj. Kockat e forta janë kryesore për shëndetin e mirë dhe rezistencën e trupit. Gjithsesi, për shumë njerëz mbeten një shqetësim kryesor që mund të ndikojnë në jetën e përditshme. Sëmundjet si artriti, dhimbjet e shpinës ose pjesë të tjera të trupit janë shumë të përhapura që ndikojnë në jetën e përditshme. Si gjithmonë, ushqime dhe stili jetesës janë zgjidhja më e mirë për të përballuar çdo shqetësim të organizmit. Në këtë video do ju tregojmë disa nga mënyrat natyrore, të cilat ju ndihmojnë të forconi kockat tuaja në mënyrë natyrale. Hani më shumë perime. Fruta dhe perimet janë një nga burimet më të mira të vitaminës C, e cila stimulon prodhimin e qelizave dhe formon kockat që mbrojnë edhe ato nga dëmtimi. Studimet tregojnë gjithashtu se konsumi i shumtë i perimeve në dietën tuaj rrit dëndësinë minerale të kockave. Qepët në veçantë zvogëlojnë rrezikun e frakturave me 20% kundrejt personave që nuk konsumojnë kurrë qep. Kale, brokoli dhe spinaqi janë gjithashtu një ndihmë e madhe për kockat që duhet të jenë në dietën tuaj. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën K. Përfshini më shumë kalium në dietën tuaj. Kaliumi është miku më i mirë kur bëhet fjala për mbrojtjen e shëndetit të kockave tuaja. Aftësia e tij për të neutralizuar acidet metabolike që shkatrojnë kockat është e jashtëzakonshme. Bananet janë veçanërisht të pasur me kalium si dhe magnez, prandaj bëheni pjesë të dietave tuaja. Konsumoni më pak alkool dhe kafeinë. Nisja e ditës pa kafe mund të duket si një mision i pamundur, por nëse doni të mendojeni për shëndetin e kockave, duhet të hiqni dorë nga këto substanca. Studimet tregojnë se pirja e 3 ose më shumë filxhan me kafe në ditë zvogëlon thithjen e kalciumit në trup, gjë që mund të ndikojë negativisht në dëndësinë e kockave tuaja. Alkooli bën gjithashtu të njëjtën gjë për organizmin tuaj, prandaj provoni të konsumoni ndonjë çaj bimor ose edhe shumë lëngje të frutave. Merruni me aktivitet fizik. Ushtrimet fizike janë kryesore për të ndërtuar kockat e forta. Vrapi, ecja dhe sportet në përgjithësi përfshin rezistencën tuaj, siç është palestra, ushqimeve me element ushqyes dhe gjithashtu edhe peshat në një alternim të mirë me ushqyerjen. Gjithmonë kujdesuni të mos i dëmtoni kockat duke i bërë më mirë këto ushtrime. Merrni vitaminën D. Vitamina D funksionon paralelisht me kalciumin për zhvillimin e shëndetit të kockave dhe kur këto të dyja mungojnë, mund t'i bëni shumë dëme se sa të mira shëndetit tuaj. Një mënyrë e shkëlqyer për të luftuar mungesën tuaj të vitaminës D është të bëni një shëtitje në diell, jo vetëm që do të stërviteni, por do të merrni edhe rreze. Pini më shumë qumësht. Këshilla e përditshme: konsumoni qumësht për të përfituar më shumë kalium. Qumshti është një burim i shkëlqyer i kalciumit, i cili është nga përbërësit kryesor ndërtimor të kockave më të forta. Alternativat e qumshtit të pasur me kalcium që variojnë nga qumshti i bajameve deri te ai normal që konsumohen çdo ditë. Ushqime të tjera të pasur me kalcium janë djathi me pak yndyrë, kosi natyral, sardele, salmoni dhe bajamet. Ndaj, për të pasur një forcë të mirë të tyre, duhet të shtoni produkte sa më natyrale në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.